Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 23 vjeçe dhe prej 4 vitesh jetoj në Tiranë për studime. Kur erdha këtu për herë të parë, gjithçka më dukej e madhe, e zhurmshme dhe pak e frikshme. Vija nga një qytet i vogël ku të gjithë njihnin njëri tjetrin dhe ku jeta ecte shumë ngadalë. Në fillim e pata shumë të vështirë të përshtatesha. Nuk njihja askënd, nuk isha mësuar me vetmin dhe në ato muaj të parë më mungonte shumë familja. Por mbi të gjitha më mungonte tezja ime. Ajo kishte qenë gjithmonë personi më i afërt për mua. Që e vogël, pothuajse çdo problem ja tregoja asaj para se t'ja tregoja mamit. Ishte nga ato gra që din të dëgjojnë pa të gjykuar. Gjithmonë e qeshur dhe gjithmonë pranë meje. Kur isha adoleshente, rija shpesh në shtëpinë e saj. Flinim bashk, shikonin filma deri vonë, bënim muhabet për gjithçka. Ajo më trajtonte më shumë si shoqe se sa si mbes. Madje njerëzit shpesh thoshin, ju të dyja dukeni si motra. Mua më pëlqente ajo lidhje që ne kishim, por jeta ndryshon njerëzit pa e kuptuar. Kur erdha në Tiranë, në fillim flisnim çdo ditë në telefon. Ajo më pyeste nëse haja mirë, nëse po më ecte shkolla, nëse ndihesha vetëm. Pastaj telefonatat filluan të rrallohen. Unë u përfshiva me studimet, me punën part-time, me shoqërinë e re që krijova këtu. Ajo vazhdonte jetën e saj dhe dal nga dal u distancuam. Jo nga ndonjë zënk, jo nga mungesa e dashurisë, thjesht nga koha. Ndonjëherë më merrte malli për ato ditë kur rinim bashk pa u menduar shumë për jetën. Por gjithmonë i thosha vetes, do gjej kohë ta takoj. Dhe ajo kohë shtyhej gjithmonë. Derisa një ditë papritur më telefonoi. Zëri i saj më dukej ndryshe, më serioz. Mund të vi në Tiranë të takoj? Më pyeti. Po, sigurisht, a ka ndodhur gjë? Ajo heshti për disa sekonda. Do flasim kur të vi. Kjo më bëri të ndihem çuditshëm gjithë ditën. Ajo nuk ishte tipi i personit që fliste në atë mënyrë. 2 ditë më vonë erdhi. Kur e pash në terminal, u emocionova. Ishte po ajo tezja ime, por njëkohësisht dukej ndryshe. E lodhur, e menduar, u përqafuan fort dhe për një moment më duk sikur koha ishte kthyer pas. E çova në shtëpinë time të vogël me qera pranë universitetit. Pim kafe, folëm për gjëra të zakonshme, për familjen, për jetën, por unë ndjeja që kishte diçka tjetër. Diçka që ajo po e mbante brenda. Në mbrëmje, ndërsa po rinim në balkon, ajo më pa drejt në sy dhe tha: "Kam ardhur të kërkoj një nder, por nuk e di se si ti do reagosh." Qesha let, po më tremb, çfarë ka ndodhur? Ajo uli syt për disa sekonda, pastaj tha diçka që më la pa fjalë. E pash në sy dhe nuk fola. Nuk e dija çfarë të prisja ose çfarë do më thoshte konkretisht. Kur tezja më tha se kishte ardhur në Tiranë për të takuar një burr tjetër, ndjeva sikur po dëgjoja historinë e dikujt që nuk i përkiste asaj. Për disa sekonda vetëm e shikoja, pa ditur si të reagoja. Në mendjen time ajo kishte qenë gjithmonë gruaja më e qetë, më e drejtë, më besnike që unë njihja. Ishte pikërisht ajo që më kishte këshilluar gjithë jetën të mos luaja me ndjenjat e njerëzve dhe të mos ndërtoja kurrë lumturinë time mbi gënjeshtra. Prandaj ajo që po dëgjoja më dukej pothuajse e pabesueshme. Ishim ulur në balkonin e vogël të shtëpisë time në Tiranë. Jashtë dëgjoheshin zhurmat e makinave dhe njerëzit që kalonin poshtë, por unë nuk po përqendrohesha më tek asgjë. Vëmendja ime ishte vetëm tek ajo grua që kisha përballë dhe që papritur po më dukej krejt ndryshe nga njeriu që unë isha rritur. Tezja po luante nervozisht me filxhanin e kafes. Dukej shumë qartë që nuk ishte rehat. Ndoshta kishte kohë që e mbante brenda vetes atë sekret dhe tashmë, pasi e kishte thënë me zë të lartë, nuk dinte si të sillej. Mos më shiko sikur jam kriminele.
më tha me një buzëqeshje të lehtë, duke u përpjekur që ta lehtësonte situatën. Por unë nuk qesha. Nuk mundesha, sepse në kokën time po përplaseshin shumë mendime njëkohësisht. Mendoja burrin e saj, njeriu me të cilin ajo kishte kaluar më shumë se 20 vite jetë. Mendoja familjen e tyre, mënyrën si dukeshin gjithmonë si një çift normal, i lumtur, dhe mbi të gjitha mendoja gjithë ato herë që ajo më kishte folur për besnikërinë dhe raportin në martesë. Nuk po të kuptoj, ti gjithmonë ke qenë kundër këtyre gjërave, i thash me zë të ulët. Ajo uli syt dhe heshti për disa sekonda para se të fliste. Njeriu nuk e kupton sa shumë mund të ndryshojë derisa fillon të ndihet bosh. Ti je akoma e re, por ka vite që unë jetoj si një hije në atë shtëpi. Më tregoi se martesa e saj kishte kohë që nuk ishte më në martesë në kuptimin e vërtetë të fjalës. Sipas saj, ajo dhe burri i saj ishin bërë dy njerëz që thjesht ndanin të njëjtën çati. Nuk flisnin më si dikur, nuk afroheshin më emocionalisht dhe çdo ditë dukej njësoj si tjetra. Ka vite që nuk ndihem grua, tha në një moment dhe mënyra si e tha më bëri të kuptoj që brenda saj kishte shumë më tepër dhimbje se sa po tregohej. Pastaj filloi të më tregoj për burrin që kishte njohur. E kishte takuar rastësisht disa muaj më parë nëpërmjet një shoqeje. Fillimisht kishin folur vetëm në telefon. Pastaj mesazhet ishin bërë të përditshme. Sipas saj, ai e dëgjonte, e bënte të ndiej e vlerësuar dhe e shikonte si grua, jo thjesht si gruaja e dikujt. Ndërsa ajo fliste, unë vazhdoja të dëgjoja me një ndjenjë të çuditshme brenda vetes. Një pjesë e imja ndjente keqardhje për të, por pjesa tjetër ishte shumë e zhgënjur. Nuk e prisja kurrë që një ditë ajo do të vinte në derën time për të më kërkuar të bëhesha pjesë e kësaj historie. Në një moment ajo afrua pranë dhe më tha: "Kam nevojë për ty. Më dëgjo deri në fund. Sonte dua ta takoj atë. Kemi lënë të shihemi këtu në Tiranë. Nuk duaj që askush të dyshoj." Ndjeva stomakun të më shtrëngohej. Pastaj erdhi pjesa që më tronditi më shumë. Nëse më merr burrin në telefon, dua t'i thuash që jam këtu te ti, që po rrim bashk. Mbeta vërtet pa fjalë, më dukej sikur po më kërkonte të tradhtoja edhe unë bashkë me të. Nuk ishte më vetëm sekreti i saj, por po më fuste edhe mua brenda tij. Ajo e pa reagimin tim dhe unë gut të fliste përsëri. Nuk po të kërkoj të bësh ndonjë gjë të madhe, vetëm ta mbulosh për disa orë. Por për mua nuk ishte as pak diçka e vogël. Ishte era e parë në jetën time që ndjesha kaq e përçarë mes dashurisë që kisha për të dhe asaj që ndjeja se ishte e gabuar. Megjithatë, nuk i thash asgjë në atë moment. Nuk doja ta lëndoja, sepse ende nuk po arrija ta besoja plotësisht atë që po ndodhte. Mbrëmja kaloi me një tension të heshtur mes nesh. Ajo herë pas here shikonte telefonin, ndërsa unë përpiqesha të sillesha normalisht, edhe pse mendja më rinte vetëm tek ajo që po ndodhte. Kur erdhi momenti të bëj gati për të dalë, ndjeva sikur po shija një person tjetër përballë meje. Ajo u ngrit qetësisht, hapi çantën dhe filloi të rregulloi para pasqyrës. Vendosi pak grim, parfum dhe ndërsa krihte flokët, dukej pothuajse nervoze si një vajzë e re që po shkonte në takimin e parë. Kjo pamje më bëri të ndjem shumë keq. Për herë të parë po kuptoja që tezja ime nuk ishte më vetëm tezja. Ishte një grua e mbushur me sekrete, me boshllëqe dhe me një anë që nuk e kisha njohur kurrë. Para se të dilte u kthye nga unë dhe më pa drejt në sy. "Të lutem, bëje vetëm sonte." Mori çantën dhe doli. Dera u mbyll ngadalë pas saj dhe unë beta vetëm në apartament me telefonin në dorë dhe me një ndjenjë ankthi që sa vinte dhe rritej. Nuk kaloi shumë kohë dhe telefoni i tezes filloi të binte. Ishte pikërisht momenti që unë kisha shumë frikë. Pash ekranin nga larg dhe stomaku më shtrëngua menjëherë sa po lexova emrin e burrit të saj. Telefoni po dridhej mbi tavolinë, ndërsa unë rria ulur pa lëvizur sikur po prisja që dikush tjetër të merrte vendim për mua. Por në atë shtëpi isha vetëm, unë dhe zgjedhja ime. Pas disa sekondash hezitim, u përgjigja. "Përshëndetje." Ai më përshëndeti qetësisht dhe më pyeti menjëherë për tezën. "Po, është këtu me mua, po bën dush," i thash.
Nuk e di pse zgjodha pikërisht atë lloj gënjeshtre, ndoshta sepse ishte gjëja e parë që më erdhi në mendje. Ai heshti për disa sekonda dhe ajo heshtje më bëri të ndjem akoma më keq. Mirë, thuaj të më marr kur të dal nga dushi. Telefonata u mbyll, por unë nuk u qetësova. Përkundrazi, ndjeva sikur sapo kisha hyrë në diçka shumë më të madhe se sa e kisha menduar. U ngrita dhe fillova të ecja nervozisht nëpër apartament. U mundoja të bindja veten që ndoshta gjithçka do kalonte pa problem, tezja do kthej pas disa orësh dhe kjo histori do mbyllej aty. Por diku brenda meje e ndjej që nuk do të ishte kaq e thjeshtë. Kaluan rreth 2 orë, pastaj 3, ora po shkonte drejt mes natës dhe tezja nuk po kthehej. I shkrova mesazh, nuk u përgjigj. Kjo filloi të më shqetësoj. Pak minuta më vonë telefoni ra përsëri dhe ishte sërish burri i saj. Këtë herë zëri i tij nuk ishte i qetë. Pse nuk po përgjigjet, më pyeti menjëherë. Po fle. I kishte rënë telefonin në silent. Ai heshti dhe pastaj tha diçka që më bëri zemrën të më ndalonte për një çast. Jam poshtë pallatit. Gjaku më fto, u afrova menjëherë tek dritarja dhe kur pash poshtë ishte ai. Po qëndronte pranë makinës dhe po shikonte lart drejt pallatit tim. Në atë moment kuptova që gjithçka kishte dalë nga kontrolli. Ai nuk më kishte besuar, e kishte ndjerë që në telefonatën e parë dhe kishte pasur dyshime prej kohësh. Tashmë kishte ardhur vetë të zbulonte të vërtetën. Më zuri paniku, telefonova me njëherë tezen dhe këtë herë u përgjigj. Ku je, i thash? Burri yt është poshtë pallatit. Në anën tjetër ra heshtja, pastaj dëgjova frymëmarrjen e saj të rënduar. Të kam thënë të mos më fusje në këtë histori, i thash për herë të parë. Ai e ka kuptuar. Ajo filloi të fliste shpejt e utuar, duke thënë se po vinte menjëherë, por tashmë ishte shumë vonë. Dikush trokiti fort në derë. Zemra po më dilte nga vendi dhe nuk doja ta hapja, por trokitjet vazhduan. Kur hapa derën, ai hyri brenda pa folur shumë. Ishte hera e parë që shikoja me atë fytyrë. Jo i zemruar me zë të lartë, por i thyer, dhe ishte shumë e rëndë. Mjaft me gënjeshtra, më tha duke më parë në sy. Sa kohë ka kjo punë? Pyeti me zë të ulët. Nuk kisha përgjigje, në atë moment tezja hyri brenda. Sa po pash sytë e tyre të kryqëzoheshin, gjithçka mori fund. Nuk pati skena, nuk pati britma, vetëm një heshtje e rëndë që mbushi gjithë dhomën. Ajo u përpoq të fliste, por ai e ndaloi. Mjaft, mbaron këtu. Dhe mënyra si e tha më bëri të kuptoj që nuk ishte një debat martese. Ishte fundi diçkaje që kishte vite duke u çarë nga brenda. Atë natë ata u larguan bashkë nga shtëpia ime, por jo si çift. Unë mund ta ndjeja, diçka ishte thyer përfundimisht. Unë ndërkohë mbeta vetëm në apartament duke menduar për gjithë atë që ndodhi. Për herë të parë në jetën time kuptova diçka shumë të dhimbshme. Njerëzit që ti mendon se i njeh më mirë mund të fshejnë brenda tyre jetë krejtësisht të tjera, dhe ajo që unë nuk dija ishte se kjo histori nuk do të mbaronte me atë natë.